Në fakt të muzikën e preferoj. E kam preferuar. Ke provuar të shkruash tekste? Tekste këngësh? Në një E ke vëllim me menduar? poezi, jo, është një vëllim me poezi që unë kam botuar në një botim kështu modest, kështu privat, jo botim me shtëpi botuese kështu në 98-ën. Aty është 2 tekste janë marrë dhe janë bërë këngë. Në fakt i kam një njohur ime që tha ti ma tha se du me i ban këngë, po su me thash me rej, unë si kam dëgjuar ato këngë, nuk e dhja janë realizu bile. Po e di që dy poezi, këti libri janë Mund të kenë gjazat të jenë bërë vërtet të tekst këngë. Domethënë do të kishe njoftuar më duket asaj ai projekti meti për gjysëm, vetë një rast që më tha ti tha se keni gjuhë, jo thash se kam një gjuhë. E kur bana gati tha për albumin ta kemi një gjuhë, mirë thash në rregull. E ke parë si një mundësi ndoshta në të ardhmen, po e shes si një mundësi në të ardhmen? Edhe mundet megjithëse unë zgjolla për të shkruar monografinë marrë nga që monografia është më afër gazetarisë. Unë në krijim artistike dikur kam bërë jo skica, jo tregime të shkurta që i kam bërtuar në jo gazeta Drita, jo në gazeta Shkodrës, por kanë qenë diçka, si më thon, krejt kështu. Diçka që unë e quaj diletante ndoshta, jo, pavarësisht se reagimet kanë qenë të mira, por pozitive ndoshta edhe nxitse, por unë nuk e kam parë si Nuk është muzika është tjetër, muzika është diçka shumë e bukur. Cilat janë shijet e tua muzikore në përgjithësi? Po shijet e mia muzikore janë muzika popullore shkodrane.